zemrat tona kërkojnë mirëmbajtje, kujdesje. Në vazhdimsi, ti lutemi Allahut që Allahu ti drejtoj. Pra zemrat tona kërkojnë lutje, dua që ne të lutemi për to. Sikur të mendojmë me vëmendje në fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu tregon se e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku thot: Inna qulube bani Adame kullaha bejna isba'ajni min asabi ar-Rahman, ka qalbin wahid, yusarrifuhu haythu yasha. Që do të thot? Gjitha zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave të Rahmanit, mëshiruesit, sikur të ishin një zemër e vetme. E rrotllon ka don atë. Pas tyne fjalëve, pejgamberi alayhis salatu wassalam e boni këtë dua: Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atike. O Allah, ti ai që i rrotllon zemrat, na i drejto zemrat tona ka adhurimi yt. Besimtare, ti lutemi Allahut pa rreshtun që Allahu ti drejtoj zemrat tona në ibadet, në adhurim. Ti lutemi Allahut për zemrat tona dhe për zemrat e besimtarve dhe besimtarve të trejave tona, që Allahu ti drejtoj zemrat tona në ibadet, ta boj dashur ibadetin, ta boj dashur adhurimit dhe të na ruaj nga çdo rrugë e rrugic që na çon në gjuna e në mëkatim.